Kemi kryetarin e Grave. Wann geht's denn zurück? Du kommst ja kaum noch durch die Stadt durch. Atëherë, ju lutem, zonja, mundet që të fillojmë? Na duhet që ta mbyllim derën edhe të fillojmë. Përpara se ta nisim zyrtarisht këtë konferencë, unë kam një kërkesë nga mikesha ime Jacqueline. Ajo është kryetare forumit të Grave të Partisë Simotor VRMO DPMNE në Maqedoni. Ka kërkuar, po ja jap fjalën pra Jacqueline-s për një kërkesë të saj. You can come there. Faleminderit Albana, dhe po filloj të kuptoj tashmë gjuhën shqipe. Mirëmëngjesi të gjithëve, të nderuar pjesëmarrës të konferencës ndërkombëtare në këtë kohë të zisë për Maqedoninë e Veriut. Ju bëj thirrje për të bërë një mbështetje për viktimat e Koçanit në 16 marsit. Dua të shpreh edhe qëndrimin tim për mbështetjen dhe solidaritetin për të gjitha vendet evropiane për të shpëtuar jetët e të rinjve. Ju lutem për 1 minutë, nëse mund të mbajmë 1 minutë heshtje për viktimat. God bless. Zoti i bekoft dhe faleminderit për mbështetjen dhe solidaritetin tuaj. E dashur Rosalia, presidente e forumit të Grave të PPS, e dashur mikja ime, por jo vetëm, mikja e gjithë shqiptarëve, Doris Pak, presidente nderi e forumit të Grave të Partisë Popullore Europiane, e nderuar zonja Maria Gabriel, aktualisht presidente e Fondacionit Robert Schuman Institute, por edhe komisionere në 2 terme, si dhe ish zëvendës kryeministre dhe ministre e jashtme e Bullgarisë, i nderuar zoti Kunze, drejtues i KAS në Shqipëri, dhe sigurisht dua që dhe në emrin tuaj të falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili asnjëherë nuk mungon në asnjë aktivitet të grave, të organizuar nga forumi i Grave të Partisë Demokratike, pra Lidhja Demokratike, dhe mund të mbështetësi më i madh i promovimit të grave në Partinë Demokratike. Faleminderit shumë, doktor, që keni ardhur. Me atë rast dua të falenderoj bordin ekzekutiv të forumit të grave të Partisë Popullore Europiane, i cili gjeti kohë për të ardhur në Shqipëri
në këtë periudhë kaq të vështirë dhe në një periudhë para zgjedhore. Gjej rastin të falenderoj Valburgën, e cila është zëvendës presidente e EPP Women, Rian, e cila ka bërë të mundur edhe mbështetjen e këtij aktiviteti, Ria Omen, që është trezoriere e EPP Women, Pavlina Hyman, e cila është policy advisor e EPP-s, Hildi van der Strik, sekretare e përgjithshme e EPP Women, dhe kemi edhe Mikesha nga Kosova, Jehona Lushaku, e cila është presidente e Forumit Grave të LDK-s, Jacqueline Pesheva, është presidente e Forumit Grave të VMRO DPMNE në Maqedoni, Lidia Petskoska gjithashtu është zëvendës presidente, kemi politikanën e mirënjohur dhe Mikeshën time, por Mikeshën e të gjithë demokratëve në Shqipëri, zonjën Edita Tahiri, faleminderit për mbështetjen. Por do kemi edhe dy zonja të tjera të cilat do na bashkohen në panele, është zonja Sonja Biserko, që është një aktiviste serbe, një nga aktivistet më të mëdhaja për human rights në Serbi, dhe MC Anders, e cila është senior advisor dhe ka qenë edhe këshilltare e ish-presidentit Bush. Kam kënaqësinë pra që sot të jemi të gjitha së bashku për të çuar përpara një objektivin ton të përbashkët, fuqizimin e grave. Është hera parë që një forum politik i lartë si bordi erdhi këtu për ta bërë Shqipërinë një Evropë të vogël. Pra, kjo është Evropa, këtu duam të shkojmë. Apo jo? Jo si ata që bredhin me ato pasaportën europiane, mbas 12 vjetësh dështimesh. Ne këtu kemi dëshirën e madhe dhe vullnetin e palëkundur për të bërë punë të mira, të mëdha për gratë e rrjedhimisht për vendet tona. Dua të falenderoj gjithashtu edhe zonjën Dubravka Suica, që është zëvendës presidente e EPP Women, por gjithashtu edhe komisionere komisionere aktuale për Mediteranën, e cila nuk mundi të vinte, por na ka dërguar një video mesazh. Ka një pyetje themelore, cila është fuqia e grave. Me një fjali, është ajo forcë që mban gjallë botën dhe e vë atë në lëvizje me fije të dukshme, por më së shumti të padukshme. Historia ka treguar se fuqia e grave është ajo forcë e jashtëzakonshme që përmban guximin, inteligjencën dhe ndjeshmërinë. Gratë janë motorët e ndryshimit në familje, në shoqëri dhe në politikë. Gjatë punës time kam takuar me mira e mira, dhjetra mira gra. Shumë prej tyre nuk janë sot me ne. Por jam këtu që së bashku të flasim dhe në emër të këtyre grave të pazëshme, të japim zë atyre. Të flasim sot në emër të nënave që bëjnë dy punë për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre, të nënave që duhet të pastrojnë kromen për të siguruar pak bukë, të vajzave që ikin në azil nga dëshpërimi, të rejave që heshtin sepse nuk kanë shpresë, të grave që vuajnë nga kanceri apo nga sëmundje të tjera, po që e kanë të pamundur që të marrin kurat dhe mjekime, sepse parat i shkojnë koncesionarit, miku të kryeministrit. Të nënave që qajnë me pikë të lotit se fëmijët i kanë lindur, rritur dhe i kanë larguar në emigrim. Në emër të nënave që çojnë fëmijët në shkollë dhe ata nuk i kthehen kur, sepse i vrasin oborret e shkollave. Në emër të nënave që në emër të gjitha grave dhe vajzave që këto ditë po terrorizohen nga patronazhistët e partisë në pushtet për t'u blerë, kërcënuar apo dhunuar votën. Fuqia e gruas shqiptare është reale, por e padukshme, sepse në 12 vite një regjimi korruptuar ka bërë gjithçka për ta mbajtur atë të heshtur, të fshehur, të dhunuar, kërcënuar, denigruar, ta mbajë atë të dobët, të përjashtuar, të diskriminuar dhe të varur. Ka shumë gra, megjithatë, që pavarësisht sfidave, dhe jeni ju që jeni dhe këtu në këtë sallë, keni arritur që në komunitetet tuaja të bëni ndryshim, që përpiqeni pa lodhur për të mirën e vendit dhe Shqipërisë. Ju falenderoj me zemër për forcën, angazhimin, kurajon, mirësinë që përcillni. Ka një studim të Bankës Botërore
që më ka bërë shumë përshtypje dhe dua ta ndaj me ju. Studimi thot, për çdo 10% rritje të përfshirjes së grave në forcën e punës, ekonomia rritet nga 0,5 deri në 1%. Pra, është një shifër shumë e madhe. Pse ndodh kjo? Sepse gratë sjellin perspektivë të re, ide inovative, gatishmërinë për të punuar në mënyrë kolektive. Pak kohë më parë kam njohur Melihan, ajo nisi një biznes të vogël të prodhimit të veshjeve tradicionale që tani e ka bërë biznes të madh me shtrirje dhe jashtë Shqipërisë. Ka shumë si Melihaja. Në Shqipëri flitet shumë për gratë, por është bërë asgjë. Statistikat flasin më fort se fjalët. Jemi vendi me nivelin më të lartë të varfërisë në Ballkan. 49%, pra gati gjysma e grave, rrezikojnë përjashtimin social, dhe këto e thot Eurostati. Më shumë se 81.000 gra e vajza janë larguar nga vendi dhe kanë kërkuar azil politik, 81.000 në 10 vitet e fundit. 245.000, dhe këto shifra duaj që ti përmend sepse këtu kemi edhe zonja vendimarrëse në institucionet të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe në vendet antarë të Bashkimit Evropian. 45.000 kanë shkuar 10 vjeçarin e fundit, gra dhe vajza, dhe kanë kërkuar leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe 44.000, dhe kjo është një shifër që mua më vret, më dëshpëron, 44.000 gra dhe vajza janë larguar në mënyrë ilegale nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Pra çfarë detyron një grua që të largohet në mënyrë ilegale, që të rrezikojë gjithçka? Dëshpërimi. Një jetë më e mirë për familjet e tyre dhe për fëmijët e tyre. Në raportin e World Economic Forum, Shqipëria ka postuar rëndje me 6 vende për parazinë gjinore dhe ka rënë më shumë se 100 vende për dhënien e shërbimit shëndetësor. Mendoni pak. Të biesh për një vit me më shumë se 100 vende për sigurimin e asaj çfarë është kushtetuese. Në tregun e punës grazën vetëm 34% të posteve drejtuese. Pra, për shëndetësi, renditemi në vendin e 128 më poshtë se gjitha vendet e tjera. Më shumë se 160 gra janë vrarë nga dhuna në familje në 10 vjeçarin e fundit dhe mbi 4.600 raste dhune vetëm në vitin 2023. 1 në 2 gra dhunohet në Shqipëri. Zonja të nderuara, mund të vazhdoja shumë me statistikat dëshpëruese, por sot jemi për tjetër arsye. Sot jemi për të thënë që ka shpresë. Ka shpresë dhe kjo shpresë jeni ju, jeni gratë. Shqipëria ka numër më të madh të ministreve, por a keni parë politika për gratë? Jo, sepse Rama i përdor vetëm për numra, për statistika, për foto të bukura shumë gjyshe. Nuk duam më fjalë, foto, statistika. Do t'i japim grave emër, figurë dhe forcën, atë forcën e padukshme për cilën e do flasim sot. Na duhen programe të qëndrueshme për të nxitur gratë që të bëjnë një hap përpara, të shfaqen, të flasin, të veprojnë, të zhvillojnë. Na duhen politika që mbështesin njësoj si gratë që kanë vendosur të rinë në shtëpi dhe ato që të rrisin fëmijët, ashtu edhe gratë që punojnë. Madje në një kohë ku Shqipëria po përjeton një braktisje masive dhe shpopullim të frikshëm, na duhen politika agresive për të mbështetur çiftet e reja, nënat e reja. Na duhet të rrisim cilësinë e arsimit, të trajnimeve dhe gjithçka që e bën një vend një stret të sigurt, të qetë, të dashur për gratë. Dhe ky është programi që ne e kemi paraqitur edhe në 8 mars. Programi që së bashku me Partinë Demokratike mbas datës 11 maj do ta bëjmë realitet. Por nëse këto ndoshta tingëllojnë si zgjidhje që duan kohë, në fakt dhe çdo gjë e do kohën e vet, ka një gjë që bën ndryshimin dhe këtë e kemi në dorë ne nëpërmjet votës. Në pak ditë ne do votojmë. Dhe në pak ditë me votën tuaj, e cila vitet e fundit është dhunuar, është presionuar, është shantazhuar, është bler, mund të bëni ndryshimin. Dhe kjo është thirrja ime për ju. Të votoni, të rezistoni para shantazheve, të rezistoni para dhunës së patronazhistëve, të rezistoni para parave për të bler votat tuaja, sa ato janë një herësh. Të votoni të lira, me dinjitet, për ta kthyer Shqipërinë, për ta ndryshuar pra Shqipërinë dhe për ta bërë atë madhështore. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në këtë aktivitet.
Dhe jam e sigurt që mbas datës 11 Shqipëria do jetë madhështore sepse jeni ju të gjitha madhështore. Më lejoni që t'ja kaloj më një herë fjalën presidentes së Forumit Grave të Partisë Popullore Evropiane, zonjës Rosalia Biro. Faleminderit e dashur Albana. E dashur zonja presidente e nderit Doris Pack, zonja Maria Gabriel, i nderuar president Sali Berisha, të nderuar zonja dhe zotrinj, është një nder dhe një mundësi e madhe për mua që të gjithë ne si EPP-t e Grave të jemi këtu prezent në Tiranë. Dhe së pari më duhet të them faleminderit për lidhjen demokratike të gruas shqiptare dhe se si e bujtin dhe organizojnë këtë organizim dhe partneriteti juaj dhe puna juaj e palotshme për organizimin e kësaj konference është një shembull për të gjithë ne. Faleminderit e dashur Albana. Dhe gjithashtu më duhet të falenderoj edhe Fondacionin Robert Schuman, sepse presidente e Ria Orman është këtu me ne dhe ajo është kancelarja jon e financave dhe për punën e saj të rëndësishme që po bën dhe për këtë event. Në lidhje me ditën e sotme, me propozimet që ne ndajmë së bashku për të theksuar rëndësinë e Ballkanit Perëndimor në kontekstin e të ardhmes së Europës, për të theksuar rëndësinë e Grave në të gjithë këtë proces dhe faktin që çfarë ne mund të bëjmë, çfarë ne duam, çfarë ndorrojmë së bashku vetëm nëse jemi të barabarta si burra dhe gra. Ky takim nuk është vetëm një mundësi për dialogun ton, por është gjithashtu edhe një platformë për veprim dhe një platformë për përkushtim, për të ardhmen. Mesazhi ynë i qartë është që vendet e Ballkanit Perëndimor të kemi një fokus në Shqipërinë, i takon Europës dhe është përgjegjësi e Bashkimit Evropian gjithashtu për të përshpejtuar procesin e futjes së Shqipërisë dhe për çdo komp në bazë të meritave dhe për të hapur dyert dhe për të ftuar për të qëndruar në të njëjtën tavolinë dhe për të marrë vendimet së bashku në të ardhmen. Në 10-15 vitet e fundit, shumë premtime janë bërë në lidhje me të ardhmen e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë e BE-s. Fatkeqësisht, shumë prej këtyre premtimeve nuk u përmbushën dhe lanë vetëm konfuzion. Dhe ne jemi të ndërgjegjshëm që të rinjt e Shqipërisë dhe ata të Ballkanit Perëndimor që kanë lindur kur premtimet e bëra janë bërë në lidhje me aksesin në Bashkimin Evropian, tani po vën pikpyetjen se sa kohë do të na duhet të presim për të ardhmen tonë. Dhe kjo vonesë e premtimeve prek jo vetëm të ardhmen e rinisë, por prek edhe jetët tona këtu në Ballkanin Perëndimor dhe në të gjithë Europën. Çdo muaj që kalon, 3 mujor apo vit, kur këto vende ngelen jashtë BE-s, vetëm rrit rrezikun që ato hasin. Dhe rinia është e prekshme nga ndikimet e jashtme, veçanërisht nga Rusia, që përdor këtë lloj mundësie dhe këto paqartësi. Dhe për më tepër, liçeni i parafrimit në BE jep mundësinë për trajtimin ndaj abuzimeve të dhunës ndaj të drejtave të njeriut dhe me premtimin për një të ardhmen më të mirë, për një të ardhmen në Europë, ky vend nëse nuk futet në BE dhe veçanërisht rinia do të ketë një të ardhme pa shpresë dhe pa mundësi. Dhe vlerat e demokracisë së lirisë, respektimit të drejtave së njeriut që janë themelet e Bashkimit Evropian janë nën kërcënim dhe Bashkimi Evropian duhet të veprojë dhe jemi këtu për të thënë atyre një mesazh të qartë dhe shpresoj të kuptueshëm që ne Bashkimi Evropian na duhen vendet si Shqipëria dhe vendet Ballkanit Perëndimor.
Dhe përfshirja nuk është një çështje vetëm për bamirësi apo për strategji gjeopolitike, është një çështje e ndarjes së vlerave të përbashkëta dhe të ardhmes së vetë Europës. Dhe BE-ja nuk ka vetëm detyrimin moral për të mbështetur Ballkanin Perëndimor në pjesën e tyre të integrimit, por duhet gjithashtu të ofrojë të gjitha mundësitë për të fuqizuar dhe mbështetur këto përpjekje për më tepër. Ne e njohim që udhëtimi i integrimit nuk është thjesht vetëm një çështje politike apo ekonomike, por është gjithashtu njerëzore. Dhe ne duhet jemi afër grave të Ballkanit Perëndimor dhe duhet të shikojmë se si sta edhe Albana dhe si ajo e theksoi, se sa e madhe është sfida e grave në Shqipëri, në Ballkanin Perëndimor dhe në të gjithë Europën. Ne duhet të shikojmë në sy gratë, duhet të dëgjojmë zërin e tyre dhe ku shpesh marginalizohen dhe cilin kontribut ne mund të përdorim sot dhe kontributin e madh dhe çfarë mund të ofrojnë gratë për shoqërinë në fushën politike, në ekonomi, në shoqëri. Është një vlerë temase e madhe e shtuar për të thënë që përse nuk përdoret në mënyrën e duhur, siç e kemi parë deri tani. Dhe me fuqizimin e rolit të grave në shoqëri nuk është vetëm çështje e drejtësisë shoqërore, por të sigurohemi që e ardhmja e Europës të ndërtohet në gjithë përfshirje, në diversitet dhe të ndërtohet mbi të drejtat të barabarta dhe të ndërtohet mbi mundësi të barabarta dhe me një leadership që shikon me vizionin përpara. Dhe pjesëmarrja e grave ka të bëjë me barazin, paqen dhe progresin. Dhe ne duhet kemi politikat e tilla që kanë për qëllim qytetarin dhe familjen. E jam e bindur që ne do të dërgojmë pikërisht një mesazh të fortë së bashku në këto 2 ditë dialogu për këtej. Bashkimi Evropian dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të punojnë krah për krahu për të ardhmen e paqes, stabilitetit dhe zhvillimit. Dhe ne duhet jemi partnerë në këtë udhëtim me respekt të përbashkët dhe me objektiva të përbashkët. Dhe duhet të ruajmë nga erozioni ndaj sistemeve demokratike dhe të ruajmë të ardhmen e fëmijëve dhe ne mund të ndërtojmë një Europë të konkurrueshme si për gratë dhe burrat, të garantojmë të drejtat e barabarta për gratë dhe burrat gjithashtu dhe mundësi të barabarta. Dhe kjo është rruga se si ne mund të ndërtojmë të ardhmen. Tani si EPP ne jemi këtu për të theksuar partneritetin me ju të dashur o zonja për Shqipërinë, për Ballkanin Perëndimor, për të thënë që ne kemi të njëjtën ëndër. Dhe ne duhet të veprojmë së bashku, duhet të punojmë së bashku dhe më pas ne do të jemi në gjendje që të arrijmë objektivin tonë të përbashkët. Faleminderit. Thank you. Thank you. Faleminderit, Rosalia. Doris. Faleminderit shumë. Çdo gjë u tha. Ky është problemi im. Por jam këtu si të themi si një mike e vendit tuaj, e qytetarëve tuaj, një mike e përjetshme, sepse unë kam parë që nga fillimi dhe herën e parë që kam qenë këtu ka qenë në fund të vitit 1991 dhe takova për herë të parë Sali Berishën në Bruksel, që ishte dhe u takuam në grupin e EPP-s dhe më prezantuan Sali Berishën si dikush që po bën demokracinë në këtë vend dhe ai e kreu. Në mes ka patur shumë probleme, por mendoj se çfarë është tani? Çfarë është ndryshuar tashmë dhe çfarë është europiane është bërë pikërisht në 2 10-vjeçaret e fundit të qeverisë Berisha. Dhe dini, jo gjithmonë ka patur lidhje miqësore, kemi patur edhe probleme që patur me njëri tjetrin, por nëse je i hapur, nëse shikon tek njerëzit, duhet të thuash të vërtetën. Dhe nuk ka rëndësi nëse është në avantazh politikanëve ose jo, dhe mendoj se Shqipëria në kohë shumë të vështira ka patur shansin që të jetë
antare e Bashkimit Evropian, nëse në vitet e fundit të paktën nëse një pozicion i tillë është marrë nga një njeri si Rama që i pëlqen vetja, por jo njerëzit. Dhe erdha në Tiranë dje dhe thash, më duhet të gjej zemrën e Tiranës. Por zemra e Tiranës ishte shkatruar që në fillim të Covidit nga Rama, që ishte teatri kombëtar, dhe ne luftuam së bashku. Dhe asnjëherë nuk mund ta kuptoja që një lideri një vendi që e quan dhe veten artist, bëri atë çfarë kreu. Dhe mendoj se është një turp, por në një farë mënyre është një pamje e këtij personi. Dhe si rrjedhoj, ju uroj shumë që të gjitha angazhimet e Albanës dhe të atyre që mbështesin pikërisht Partinë Demokratike të kenë në fund të majt, në mesin e majt, të paktën të kenë një rezultat shumë të mirë që ky vend të mund të jetë për të ardhmen një shtëpi për vetë qytetarët, edhe në fshatin tim të vogël, me 6.000 banor, 100 shqiptar jetojnë aty. Imagjinoni dot. Dhe janë punëtor, po përpiqem që të bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre. Edhe kujdestarja e shtëpisë sime është një shqiptare, Junida, dhe ju çoj të falet e saj. Dhe e shikoj që Shqipëria po humbet gjithmonë e më shumë të rinjt, familjet e reja që mund të jenë e ardhme e ndritur e këtij vendi. Dhe si rrjedhoj, jam plot me vlerësime për punën që gratë këtu në leadershipin e Albanës kanë bërë në vitet e fundit. Dhe veçanërisht kur kjo parti, që është partia e parë për ne, ka patur tashmë vështirësi që nuk duhet t'i kthehem, por mendoj se çfarë më bën të qaj është që në këtë vend ku sistemi i drejtësisë duket se është i ndershëm dhe i bukur nga jashtë, është një vend ku drejtuesi i partisë dhe i qytetit ishte në arrest shtëpie. Dhe ishte një deputet i cili ishte për një vit e më shumë drejtuesi i opozitës ishte në arrest shtëpie dhe tani dikush tjetër që është në burg. Për çfarë? Mendoj se sistemi i drejtësisë është i keq përdorur në këtë vend. Në një atë farë mënyre që askush, as vetë presidenti i komisionit, as komisioneri që është tani më, që është përgjegjës për zgjerimin, duhet të mbyll syt. Dhe duhet të shikojnë dhe duhet të vënë një emër dhe njerëzit që me të vërtetë janë të interesuar në një të ardhme më të mirë të këtij vendi. Ata duhet të ndihmojnë që ta menaxhojnë situatën. Dhe prandaj ishe shumë falenderuese që Komiteti Ekzekutiv i EPP-s së Grave të vinte këtu përpara zgjedhjeve për të treguar që ju jeni kolegët tona, ju jeni shoqet tona. Dhe kjo është diçka. Dhe unë isha presidente e EPP-s së Grave EPP dhe kur isha presidente atëre mendoja që ta mbaja Partinë Demokratike në radhët tona. Dhe ne takuam Albanën si zëvendës presidente, prandaj e bëm Albanën si zëvendës presidente e EPP-s së Grave dhe gjithmonë i dha paktën një fytyrë. Dhe isha shumë falenderuese për gratë në parti që më ndihmon edhe mua që arrita të bëj çfarë bëra. Dhe tani PD-ja është kthyer tek vetë PD-ja, edhe vetë Berisha tashmë është pjesë e aleancës me CDU-n në konferencën tonë të madhe dhe mendoj se lideri i ri shprehën herë tjetër do të jetë kancelari Friedrich Merz. Unë jam 99.99% e sigurt dhe mendoj se do të kemi dikë që ka syt e hapur për të parë këtë vend dhe për t'i vënë emrin gjërave dhe nuk ka për të parë thjesht vetëm qeverinë dhe është e papranueshme për mua. Dhe prandaj jemi këtu për të treguar së bashku
se si këto gra këtu, ato janë të fuqizuara. Nuk kemi nevojë pse t'i japim fuqi atyre, sepse ato e kanë. Por problemi është që në vendet tona, dhe unë vi po prapë nga Gjermania, e shikoj se si gratë në një situatë të tillë po shikojnë me distancë politikën, sepse janë në një situatë që janë gjatë gjithë kohës, janë shumicën e kohës në media sociale. Jo gjithmonë i adresojnë gjërat drejt ashtu siç duhet dhe ne po përpiqemi shumë që të jemi së bashku për ta bërë njëra tjetrën sa më të forta dhe kurdoherë që të jemi dhe jam i sigurt që këtu në Shqipërinë ju do t'ja arrini që të fuqizoni njëra tjetrën dhe ne do t'ju ndihmojmë dhe faleminderit shumë të gjithëve që keni ardhur këtu. Faleminderit të dashur Doris. Largohet shumë shpejt, pra po ja kaloj fjalën me një herë. Faleminderit shumë doktor që jeni këtu me ne. E nderuar zonja presidente, biro, e dashur Albana, e nderuar zonja Maria Gabriel, zonja Doris Pak, mike e vjetër e Partisë Demokratike dhe Shqipërisë dhe e çmuar, zoti Thomas Kunc, nderuara zonja, të ardhura nga vendet tjera dhe nga Brukseli, zonja të pranishme këtu në këtë sallë, antarët të lidhjes demokratike të gruas në Shqipëri. Është një nder i madh që na keni bërë zonja presidente me pranimin tuaj dhe u jemi shumë mirënjohës. Por unë kam një mirënjohje të veçantë gjithashtu për të gjitha ju, sepse në një proces kafkian që përjetoi Partia Demokratike në të vetmen narkodiktaturë të instaluar në Europë, presidenca e gruas së EPP-s, presidenti i nderit zonja Doris Pak dhe ju zonja të nderuara, keni dhënë mbështetjen tuaj për Partinë Demokratike, për gruan demokratike e cila luajti një rol dhe luan një rol të jashtëzakonshëm në betejën kundër këtij regjimi, theksoj dhe një herë, të cilën Europa nuk ka njohur kurrë në historinë e vet. Është narkoshteti i parë që instalohet në Europë dhe mund të them se rast se 20 vite më parë lexova se narkodiktaturat janë format më të shëmtuara të diktaturave, shkruante Samuel Huntington, aso kohë duke ardhur nga një diktaturë staliniste siç ishte Shqipëria, shumë nuk u binda. Por kur përjetoj këtu këtë realitet, ajo është një vërtetë e madhe. Kjo narkodiktaturë, të nderuara zonja, ka patur probleme të shumashme. Së pari, ndonse shkruhet gjerësisht dhe është analizuar shumë mirë nga analistë, nga studios, përsëri edhe lehtë nuk pranohet. Nuk pranohet se kjo narkodiktaturë, dy të jam i sinqert me ju, ndërtimi i saj u mbështet nga administrata e shkuar e Shteteve të Bashkuara, por në një farë mënyrë u bekuar me heshtje edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo bëri që narkodiktatori i këtij vendi të shëtisë në Europë dhe në botë me atletët bardha, të hiqet si piktor apo si sportist në një kohë kur ai ishte personi që arrestonte 3 liderë të opozitës në projektin e tij Shqipëria pa opozitë. Dhe
jo vetëm i arrestonte ata 3 lider, por njërin prej tyre brutalizonte në mënyrën më të dhunshme në kamera, duke filmuar vetëm për të shfryrë hakmarrjen e tij ndaj kundërshtarit dhe për të terrorizuar popullatën. Ju jeni këtu në një vend që po të shifni ka plot media, por problemi i tyre është se ato të gjitha përveç 1 ose 2 kanë një kontroll strikt rigoroz nga zyra e narkodiktatorit. Shqipëria ka një prokurori e cila lavdrohet në mënyrë të paimagjinueshme gjërësisht. Po cila është kjo prokurori speciale? Kjo prokurori speciale është një prokurori e cila nuk mund të prek asnjë aferë që shkon tek narkodiktatori. Ndërkohë arreston, burgos, pa prova dhe si persona në hetim, vetëm si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, merr mandate deputetësh, merr mandate të zgjedhur zhvendor, nga opozita. Sot kemi deputet në burg, kemi të tjerë drejtues në arrest shtëpie dhe ka një dëshmi dramatike, e them këtë, e them me keqardhje. Në rastin vitet 90-92, siç e theksoi e nderuara Doris Pack, në Europë kishte një interes real për lirit dhe drejtat themelore, organizoheshin konferenca, flitej në mënyrë të vazhdueshme. Sot nuk flitet shumë për lirit dhe drejtat themelore të një kombi që vuan një narkodiktaturë. Sot rastet konkrete mbyllen me një formulë bizare, nuk komentojnë për raste konkrete. Pra i theksova këto momente sepse këto janë gjëra tashmë të njohura dhe këto zonja që shifni këtu janë luftëtarët pamposhtura kundër këtij regjimi dhe kanë një merit jashtëzakonshme dhe në momentet më të vështira këto nuk kanë nguruar të dalin ballë për ballë, por theksova për të shpreh mirënjohje ndaj jush sepse nuk ka qenë kjo situatë në presidencën tuaj dhe fakti që zgjodh Shqipërinë për të organizuar këtë ngjarje është një mbështetje shumë e madhe për ne. Unë do doja të maja thoja disa fjalë tjera, por u kërkoj mirëkuptimin tuaj sepse sot në Shqipëri kur orëzohet kryepeshkopi udhëheqësi i kishës ortodokse dhe kjo është një ngjarje e madhe për kombin masi parasi i tij shkoi në amshim dhe më duhet të shpreh atij të jemi pranishëm në ceremoninë e kurorëzimit të kryepeshkopit, ndaj dhe ju kërkoj ndjes që duhet largohem. Ju falenderoj shumë për pranimin. Faleminderit. Faleminderit shumë, doktor. Atëherë, sikurse e tha edhe zoti Berisha, për shkak të angazhimit u detyrua të largohej pak më herët. Do ju lutesha që të vijojmë këtë konferencë ndërkombëtare me përshëndetjen, video mesazhin e zëvendës presidentes IPP-UIM, zonjës Dubravka Shuica, e cila nuk për arsye angazhimesh të tjera nuk mundi që të ishte sot me ne, por duke e vlerësuar si shumë të rëndësishme këtë konferencë, na ka dërguar një video mesazh të cilin unë ju ftoj që ta ndjekim.
Dear Rosalia, dear Albana, dear EPP women, my dear friends, it is a real pleasure to address you all today, and even if it is virtually. I would have loved to be with you in Tirana, but I was unfortunately unable to attend in person, both for official and personal reasons. First, I want to thank Rosalia and Albana, as well as all members of EPP Women and the Albanian Women Democratic League for organizing this important conference. Bringing together women leaders from across the region is exactly what we need more of in Europe and in the wider Mediterranean. The theme of gathering today is both powerful and urgent, empowering women, the hidden... Gabriel, e cila është jo vetëm zëvendës presidente e EPP Women, por edhe presidente e Robert Schuman Institute. Ajo ka ardhur sot jo vetëm për të përshëndetur këtë eksperiencë, për të përshëndetur këtë konferencë, për të dhënë eksperiencën e saj. Ajo ka qenë për disa vite komisionere që është marrë me çështjet e grave në Komisionin Evropian, dhe po ashtu ka qenë ndër të parat komisionere e cila ka futur, si thuaç, politikën e digitalizimit dhe të zonjave në research, por edhe në teknologjinë e informacionit. Maria, fjala për ju. Thank you. Thank you very much. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. E nderuar presidente, e nderuar Albana, të nderuar zonjat, të nderuar miq, së pari jam e nderuar për ftesën tuaj, këtu në mesin tuaj për mes grave, duhet të shpreh minjohjen time për gjithë ju, sepse të gjithë ju jeni një model, jo vetëm për gjitha gratë, gjitha gratë në Shqipëri, por gjitha gratë në Europë. Doja që të thoja disa fjalë, dhe t'ju falenderoja së pari, duhet të falenderuar Albana. Shumë faleminderit që për ftesën. Mendoj se ky është një rast i mirë për gjithë ne që jo vetëm të shprehim solidaritetin tonë dhe mbështetjen tonë për Ballkanin Perëndimor, por gjithashtu të themi që integrimi në Bashkimin Evropian nuk mund të arrihet pa talentin dhe leadershipin e grave. Gjithashtu doja të falenderoj të gjitha gratë nga vendet e Bashkimit Evropian, nga Shqipëria dhe vendet e tjera, sepse unë mendoj se çdo njëra nga nesh pra duhet të kontribuojë se si gratë duhet të bëjnë të qartë edhe rolin që gratë kanë në politikë dhe ekonomi. Dhe për këtë arsye duhet të bëj edhe një korrigjim për titullin e konferencës. Nuk do të thoja që gratë janë pra që ndojnë pas shoqërisë, por ato po drejtojnë shoqërinë. Gjithashtu doja të falenderoj edhe EPP Women, gjithashtu dhe presidenten e nderit Doris Pack, sepse siç mund ta shihni gjatë për këtyre viteve, pra që ne kemi qenë së bashku, energjia për mbështetjen nuk ka ndryshuar dhe ky rast sërish rithekson edhe mbështetjen dhe është një mundësi e jashtëzakonshme për të ofruar mbështetje dhe për të formësuar. Gjithashtu, siç e tha dhe Albana, unë kam disa raporte personale për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian dhe besoj fort që këtë ju mund ta dëshmoni me veprimet më të mira, kur kam qenë edhe komisionere për shoqërinë digjitale dhe kam prezantuar edhe projektin e digitalizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk e harroj asnjëherë se sa vështirë ishte që ta nënshkruanim një marrëveshje. Pyetja ime është pse nuk bëhen edhe kjo çështja roaming ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë. Ne duhet që të nxisim të rinj që të krijojnë startup dhe unë pyes vetëm se nuk e kemi këtë facilitet. Sigurisht që agjenta digjitale nuk ishte rëndësishme vetëm për marrëveshjen e roaming, marrëveshjen rajonale të roaming. Unë duhet jap një shembull. Javën e kaluar ne punuam së bashku me Albanën dhe Doris Pack në Malin e Zi dhe ishte një kënaqësi e madhe për mua që të shihja qendrën e sigurisë, qendrën e sigurisë për Ballkanin Perëndimor, e cila dhe gjithashtu unë jam e kënaqur
që të kjo është realizuar, por gjithashtu kemi edhe sfidën që të përfshim sa më shumë femra në sigurinë kibernetike, pasi kjo mbetet akoma një sfidë. Sigurisht që kjo nuk kishte të bënte vetëm me agjendën digjitale. Kur isha komisionere, gjithashtu kam qenë komisionere për inovacionin, kulturën, gjithashtu kam edhe iniciuar edhe agjendën për Ballkanin Perëndimor. Dhe kur rrim pra në këtë takime të mëdha, gjithashtu kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që ne kemi bërë, gjithashtu që duhet të avancojmë edhe këtë çështje, duhet të realizojmë këtë ide dhe unë shpresoj shumë që sot ne do të theksojmë disa nga praktikat më të mira, disa nga historitë e suksesit, por gjithashtu të këmbgullim në disa nga sfidat. Dhe ne e dim që kemi sfida dhe këto sfida do të vazhdojnë në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht për sa i përket inovacionit dhe digitalizimit. Të nderuara zonja, ne po kalojmë pra vështirësi dhe më shumë se kur ne duhet të këmbgullim që të kemi më shumë, të përfshijmë sa më shumë gra në këtë fusha. Pra shifrat janë të pafavorshme sepse viteve të fundit kemi pasur një rënje të shifrave, por duhet të diskutoj të çështje. Së pari duhet të diskutoj përfshirjen e grave në inovacion dhe digitalizim. Në përfshirje grave në ICT është 9% dhe nëse paksa dhe më shumë, unë shoh që Albana në Shqipëri kemi vetëm 3.3% kemi femra në ICT, pra femra të përfshirë. Kjo nuk është një numër i favorshëm. Duhet të promovojmë sistemin e edukimit dhe të nxisim pra vajzat e reja që të ndjekin karrierën e tyre. Së treti kemi të bëjmë me sipërmarrje. Në përgjithësi në rajon, numri pra shënon 25% pra të bizneseve ku lidere janë gra, dhe vetëm 8% në përfshirjen e tyre në ICT. Së pari, gjithashtu duhet të mendojmë për mënyrën se si mund të krijojmë këtë ura lidhjeje. Gjatë kësaj, pra aktualisht, jam shumë e lumtur që ne kemi pasur edhe studiuese të njohura mes nesh. Gjithashtu duhet të them që në rajon kemi Maqedoninë e Veriut, e cila ka përqindjen më të madhe të studiuesve. Por të nderuar zonja, pas studime nuk ka inovacion dhe nuk ka konkurrueshmëri dhe nuk ka qëndrueshmëri, kështu që ne duhet të investojmë në këto fusha të cilat do të na ndihmojnë ne që të kemi zgjedhje të reja, të cilat na ndihmojnë për të transformuar të dhënat dhe idetë në produkte reale, në shërbime dhe gjëra të cilat na sjellin përfitime në shoqëri por edhe për veten tonë. Në mënyrë pra për ta përmbledhur këtë, kur i shohim këto shifra kaq të larta dhe ky nuk është domeni kryesor, gjithashtu do doja që t'i kushtoja pak më shumë vëmendje edhe domeneve të tjera si politikat e huaja, siguria. Këtu kemi dy foto. Kemi një nivel, pra një summit në nivelit të lartë, gjithashtu edhe kemi edhe gazetar të Kombeve të Bashkuara. Pra numri nuk rritet çdo vit, është e kundërta. Ne duhet të jemi më shumë aktiv që ta përfshim veten tonë pra në këto diskutime. Pra kemi 3 fjalë kyçe. Së pari duhet që të rrisim vizibilitetin e ideve tona. Gjithmonë mendoj për diçka që është pra për kohën kur ishta komisionere unë lançova pra një iniciativë dhe nuk kam marrë pjesë në asnjë event ku kishte të pranishte vetëm pak femra dhe disa fusha si siguria, politikat e huaja ose inovacioni dhe digitalizimi. Është shumë e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje kësaj pjese. Përse po e them këtë? E them këtë sepse duket sikur janë iniciativa të vogla, por kur dërgojmë njoftime organizuesve dhe i thonë që nuk marrin pjesë sepse nuk ka femra të tjera që do të jenë pranishme, atëherë ti arrin të zbulosh sa të ndryshojnë draftin e programit dhe papritur ftohen gra nga fushat e tjera. Kështu që çdo kush mund ta bëjë një gjë të tillë në çdo nivel. Dhe ky është mesazhi im i dytë. Ne duhet
Ne duhet të duhet të mobilizojmë në çdo nivel duke u nisur nga niveli lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Dhe sërish shumë faleminderit Albana sepse për mua je një nga ato gra të rëndësishme në Shqipëri, e cila tregon që duhet të mobilizohemi në çdo moment dhe në çdo level. Dhe për këtë Dhe për këtë arsye të gjithë kërkojmë edhe mbështetjen tënde. Sigurisht që për mua mesazhi i tretë është që të vazhdojmë të promovojmë praktikat e mira dhe për këtë arsye gjendem sot këtu se si gjithmonë kërkoj të mësoj nga ju dhe jam e sigurt se çdo njëra prej jush ka një histori për të ndarë me ne, mos hezitoni, pasi është në dorën tonë. Pra sepse një gjë të tillë mund të arrijmë vetëm duke krijuar rrjetet ndërmjet nesh dhe më shumë se kur ne kemi nevojë të mbështesim pra talentin që kanë gratë në Ballkanin Perëndimor, kështu që mbështetuni tek ne dhe ne do të mbështetemi tek ju. Ju faleminderit. Thank you, dear Maria. Thanks for the words. Faleminderit dashur Maria dhe për fjalët e këndshme dhe për të gjithë mbështetjen tuaj për mua, për Shqipërinë, për lidhjen demokrate të gruas, për shqiptarët, sepse ti ke qenë komisionere për Ballkanin Perëndimor. Kemi tarifa zero për roaming e vendet Ballkanit Perëndimor dhe kjo ka qenë fal Marias. Faleminderit shumë, por më besoni. Ka shumë gra këtu në këtë sallë këtu që janë shumë herë më mirë se sa mua, por pata fatin që të njihja Doris dhe të kisha mbështetjen tuaj dhe të isha zëvendës presidente e grave të partive popullore europiane. Është gati video mesazhi i komisioneres? Është gati. Ju lutem ta shfaqem. Dear Rosalia, dear Albana, dear EPP women, my dear friends, it is a real pleasure to address you all today, and even if it is virtually. I would have loved to be with you in Tirana, but I was unfortunately unable to attend in person, both for official and personal reasons. First, I want to thank Rosalia and Albana, as well as all members of EPP Women and the Albanian Women Democratic League for organizing this important conference. Bringing together women leaders from across the region is exactly what we need more of in Europe and in the wider Mediterranean. The theme of gathering today is both powerful and urgent, empowering women, the hidden force behind society. Që duke mbështetur gratë mund të zhvillojmë shoqërinë. Pikërisht janë gratë që janë lideri në shumë aspekte në komunitetet tona, në vendet tona të punës dhe edhe në politikë dhe në jetën publike. Gratë nuk janë thjesht vetëm me ardhmë e politikës, ne jemi e tashmja. Dhe nëse po shihni për provën e fuqisë grave, nuk mund të shikoni të grave që janë të mbledhur këtu sot. Gratë e forumit EPP janë pikërisht në mbrojtje të përgjegjësisë sociale dhe janë pikërisht për unitetin dhe për dinjitetin njerëzor. Dhe në Shqipëri unë shikoj po të njëjtat vlera në veprim nëpërmjet leadershipit tuaj, për kushtimet tuaj, për shërbimin publik dhe vendosmërisë tuaj për të patur pikërisht një shoqëri më të zhvilluar, sepse me gjithë përfshirje nuk ka zhvillim. E di që shumë prej punëve të papaguara bëhen nga gratë. Dhe kjo është prezente në shoqëritë tona, por kjo njihet edhe në politikat tona dhe në ekonominë tona, dhe kjo duhet të ndryshojë. Ne gjithashtu kemi përgjegjësinë për të siguruar që evolucioni teknologjik dhe digital të jenë gjithëpërfshirës. Nëse gratë lihen jashtë inovacionit, por do të na mungoj gjysma e talentit, gjysma e perspektivës dhe gjysma e zgjedhjeve. Dhe si gra në politikë ne duhet të veprojmë. Si zëvendës presidente e grave të partive popullore europiane, marrë në konsiderat të madhe të impaktit të politikave europiane që kanë mbi gratë. Dhe kjo është vërtet edhe për rolin tim si komisionere e MSD-ut që jam. Dhe këtu do të bëjmë shkëmbimin e provojave, të ndërtojmë besim dhe partneritet të përbashkët midis vendeve në MSD dhe në vendet e gjirit. Partneritetet me shoqërinë civile do të jenë element kyç në bazë të vlerave të përbashkëta dhe unë jam gjithashtu e nderuar që të vazhdoj punën për zhvillimin e demografisë në Europë dhe veçanërisht në të gjithat
tavolinat e rrumbullakta për përftimin dhe rikthimin e trurit, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë Mesdheun dhe Ballkanin Perëndimor. Dhe një nga rezultatet kryesore të mandatit tim të kaluar në terma konkrete ishte që të ndihmonin pikërisht shtetet anëtare dhe rajonet që të përgjigjeshin ndryshimeve demografike. Dhe jo vetëm ndryshimeve, por gjithashtu dhe sfidave. Dhe kjo ka të gjithashtu për vënien e politikave dhe statistikave për të krijuar pikërisht zgjidhje të shenjëstruara dhe të zgjuara për sa përket zonave të depopulluara. Dhe kjo është pikërisht për investimin në arsim dhe në strehim dhe mbështetjen e sipërmarrjes rinore, dhe ne duhet të bëjmë të mundur të rinjve që të ndërtojnë të ardhmen aty ku janë, sepse rikthimi i trurit nuk është thjesht vetëm një lojë numrash, por ka të bëjë pikërisht rikthimin e shpresës të mundësisë dhe përkatësisë. Të nderuara zonja, të nderuara mikesha, si gjithmonë kur takohemi, diskutimet që do të kemi kanë të bëjnë me inovacionin, por dhe me idenë konstruktive dhe me zgjidhjet për tema nga më të ndryshmet. Dhe me zë po pres të dëgjoj nga ju dhe të vazhdojmë pikërisht edhe bashkëpunimin ton. Ju uroj sukses për eventin dhe shkëmbimet të mëtejshme. Atëherë, së fundmi, doja që t'ja kaloja fjalën një miku ton të madh, drejtuesit të zyrës së Kasit në Tiranë, zotit Kund. Faleminderit shumë që jeni sot dhe faleminderit për mbështetjen që po na jepni. Working, yes. Dear ladies, Të nderuara zonja, the Konrad Adenauer Stiftung has been të fondacioni Konrad Adenauer që kanë qenë prezent në Shqipëri për 20 vite tashmë. from the very beginning Që prej fillimit kemi punuar së bashku këtu në Shqipëri me miqtan and with our friends from the Democratic dhe me miqtan nga Partia Demokratike, has been dhe ky bashkëpunim ka qenë rewarding for both sides. shpresoj shfrytëdhënës për të dyja palët, dhe sigurisht që ka shumë gjëra që e lidhin Shqipërinë me Gjermaninë. Part of Germany Një pjesë e Gjermanisë gjithashtu knows what e di shumë mirë se çfarë është diktatura komuniste, but not nearly to the extent po of jo deri në what was farmase suffered here in se Albania. çfarë është vuajtur këtu në Shqipëri. After the fall Pas of the rënies së communist regjimit komunist, our two countries dy vendet shared tona ndajnë përvojën experiences in transformation. në transformim. We too are Dhe ne united gjithashtu jemi by të the fact bashkuar that nga we fakti belong to the që ne i European përkasim family. pikërisht familjes europiane. And yes, Albania Dhe po, Shqipëria is a part of this është family pjesë as e kësaj well. familje gjithashtu. Even the accession to the Edhe European Union may be Aksesi still në take BE ndoshta mund të kërkoj edhe disa muaj. The European People's Party has always supported Partia Popullore Albania Europiane gjithmonë e ka on mbështetur its Shqipërinë European path. në rrugën e saj It is a europiane. very special Dhe është gjithashtu honor for us, both një as the nder për të Konrad gjithë ne Adenauer Stiftung and si fondacioni Konrad Adenauer dhe për mua personalisht support që të Open mbështes Today's International Conference, këtë konferencë ndërkombëtare ku gratë e partive popullore europiane vinë për të ndarë pikpamjet e tyre mbi çështje shumë të rëndësishme për to, për Ballkanin Perëndimor dhe për Europën. Partia Demokratike këtu në Shqipëri meriton të gjithë mbështetjen që ne, si Fondacion Konrad Adenauer, jemi të bekuar që t'jemi në gjendje që ta afrojmë. Ashtu si kundër ju, jeni nga pjesa e Partive Popullore Europiane që po bëni sot. Faleminderit që keni ardhur dhe që jemi bashkë në këtë konferencë. Faleminderit shumë. Thank you, Mr. Kuntz. And thank you for all Faleminderit the support zoti you Kunz dhe have faleminderit për të gjithë mbështetjen që keni dhënë për Partinë Demokratike dhe për shqiptarët ndër vite. Tani do bëjmë një pushim shumë të shkurtër, do ju ftoja që kafen të mundoheni të mos e pini atje se pastaj na merr koha. Por të ktheheni në tavolinat tuaja për 10 minuta, sepse do fillojmë me një panel tjetër shumë interesant. Do doja që në panelin tjetër të ftoja mikeshën time Valburga si moderatore e panelit tjetër. Valburga është zëvendës presidente e EPP Women, por është edhe një nga politikanët më aktive, jo vetëm në EPP, por edhe në partinë e saj në Gjermani, në CSU.
Do të kemi përsëri Dorisin dhe Rozalian, që do doja që t'jepnin perspektivën e tyre personale në lidhje se si ta ridefinojmë pushtetin dhe ato gratë e padukshme t'i bëjmë të dukshme. Dhe gjithashtu do doja të ftoja edhe Erisa Bajazitin, e cila ka ardhur nga Universiteti i Leuven në Brukselit, Edita Tahirin dhe Edira Çepanin. Pra, mbas 10 minutash rikthehemi me këtë panel grash fantastike. Faleminderit, u po e mbyll panelin e parë.